لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me porositë kuranore që Allahu xhalla xjalaluhu na drejtohet me to në fund të kapitullës Al-An'am, që komentuesit e Kur'anit i kanë llogarit 10 porositë më të rëndësishme që Allahu xhalla xjalaluhu ju ka drejtuar njerëzimit me to. Dy prej tyre që i kemi marrë më herët, që mos t'i bësh shoq Allahut në adhurim, që të sillesh mirë me prindrit. Sot kemi porosinë e tretë, që Allahu xhalla xjalaluhu në këtë ajet na drejtohet dhe na thot: "Wala taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dhe mos i mbytni fëmijët e juve nga frika e varfërisë, sepse ne ju furnizojmë juve edhe ata. Të nderuar vëllezër, është natyrshmëri që prindit ketë dashni ndaj fëmijës vet, dhe që kjo dashni është shtirë të përshkruhet, dhe mshuri ndaj fëmijës vet. Pikëllim nëse i ndodh fëmijës vet diçka, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an ka përshkruar këto ndjenja të prindit që i ka ndaj fëmijës. Në rastin e Jakubit alayhis salam, ndarja që ka ndodhur mes Jakubit alayhis salam dhe djalit të Jusufit alayhis salam me vite, në njërin prej momenteve Jakubi alayhis salam thot: "Ya asafa ala Yusuf, wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim." I mjeri unë për Jusufin, s'po din gjë për to. Dhe ju qërrun sytë nga mërzia dhe ishte shumë i mllëfosur. Ishte shumë i mërzitshëm. Jo vetëm kaq, mirë pa Allahu xhalla xjalaluhu të nderuar vëllezër përshkruan edhe ndjenjë e prindit edhe më specifike, që prindi e ndin edhe erën e fëmijës. Ju ka drejtuar Jakubi alayhis salam djemve të tij për Jusufin, hala pa u taku me to. Ka fundi i këtij filmi, po them, i kësaj ngjarje. Kur po bën gati Allahu xhalla xjalaluhu takimin pas një ndarje të gjatë, takimin mes Jakubit dhe djalit të tij Jusufit. Çka tha Jakubi alayhis salam prindi? "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Tha unë
po e nuhati erën e Jusufit. Edhe pse ju muni me më thonë, je bo plak ma tuf. Unë e pe një erën e Jusufit, djalit tërë. Dhe kur u takun, pastaj ju tha djemëve të vetë, kur u takun me Jusufin a.s. Ju tha djemëve të vetë, "Alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun?" A nuk ju kom thënë juve se unë e di diçka prej Allahut nga ajo që ju nuk dini? Këtu tregojnë se sa lidhshmëri e fortë është dashnia mes prindit edhe evladit. Allahu Gjelle Gjelalu gjithashtu në Kur'an tregon për rastin e nanës së Musait a.s. e cila ishte inspiruar nga Allahu Gjelle Gjelalu që Musain a.s. ta hedhë në lumë me njerë pas lindjes. Sepse ishte dekreti faraonit që çdo fëmijë i cili lind në atë vit që ka lind Musai a.s. të mbytet nga Benu Israil. Çdo fëmijë Benu Israilëve të mbytet. E nana e Musait e inspiruar nga Allahu e hedh djalin e posalindur Musain në lumin Nil. Allahu Gjelle Gjelalu e përshkruan këtë ndjenjë të nanës së Musait në Kur'an. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Kur e gjujti djalin e vet në lumë, ju do të qilë zemra shkoj me ta. Edhe zemra e nonës. Sa që thot Allahu Gjelle Gjelalu, mos ta kapshni na, mos ta forcojshmi na zemrën e saj, gati u konë mi këty u kallëzue faraonit edhe Paris tyre se djalin e qita në lumë. Po Allahu Gjelle Gjelalu e ka forcue. Kjo është ndjenja e prindit, mirë po, Allahu Gjelle Gjelalu na drejtohet të ndërruar vëllezër me këtë porosi kaq të madhe. Wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Mos i mytni fëmijët e juve për shkak të varfërisë, nga frika e varfërisë. Ne ju furnizojmë juve dhe ata. Në një ajet tjetër në suratu Isra, Allahu Gjelle Gjelalu ka treguar do thot krimin e këtij mëkati. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Mos i mbytni fëmijët e juve për shkak të varfërisë, nga frika e varfërisë, sepse mbytja e ne ju furnizojmë ata dhe juve, sepse mbytja e atyre është një mëkat i madh. E ka pyet Abdullah ibn Mas'udi, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: "Ja Rasulullah, cili është mëkati më i madh?" Ka thonë: "Mëkati më i madh është mi i bosh shok Zotin në adhurim." Ka thonë: "Pastaj ja Rasulullah?" Ka thonë: "Pastaj, ka thonë me mbyt evladin tan nga frika e varfërisë." Pastaj ka thonë: "Ja Rasulullah, pastaj ka thonë me bo imoralitet me vajzën e fëmijës tonë." Kjo është porosia Allahu Gjelle Gjelalu që thot Ibn Kathiri. Për këtë porosi të Allahu Gjelle Gjelalu thot, kjo ajet tregon se Allahu është më i mëshirshëm për robin e vetë se sa prindi për evladin e vetë. Allahu është më i mëshirshëm sepse prindi në ndonjë rrethon prej rrethanave, kur ignoranca e kaplon, kur modernizimi e kaplon, kur largohen nga mësimet hyjnore, nga ignoranca e tij, nga faktorët e jashtëm, ndoshta detyrohet edhe mendon se ma mirë është me bë këtë krim, ma mirë është me mytë vladin e vet. Ka kësi raste, ka pas dhe do të ketë, dhe ka hala. E thot Ibn Kathiri, Allahu është më i mëshirshëm për robin e vet se sa prindi për evladin e vet. Kjo porosi që Allahu Gjelle Gjelalu na jep, që na ndalon të mbysim evlatët tonë nga frika fukarallëkut. Ka qenë adet tek Arab, tek shoqëria ku është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët e tyre, sidomos nëse ka qenë vajzë, disa prej tyre, jo gjithë, disa prej tyre i kanë mbyt vajzat e tyre duke qenë gjallë për dy arsye. Njëna për shkak të varfërisë.
vajza s'u punon, vajza nuk sjell, do thonë, nuk sjell përfitime në shtëpi, sikur se mashkulli, dhe atëherë do dhe frika se mos po varfrohet edhe e ka mbyt. Ose e ka mbyt, do thotë, për shkak frikës se mos po nderohet familja e tij. Nga veprimet që mund t'i bëj vajza, ndoshta ti moralitetit apo diçka tjetër. Mendime që shejtani ja u ka zbukurue, ju ka thonë që shtu ju më rrinë juve atje nëse se boni që ta tash. Të lepra të shejtanit, e Allahu Gjelle Gjelalu e ka zbrit këtë ajet dhe na ka porosit, që ndalohemi nga kjo. Dhe kjo tradit e keqe të ndëruar vëllezër nuk ka qenë prezente vetëm në shoqërinë ku është dërguar pejgamberi. Në shoqëritë e mëhershme, në disa prej shoqërive, ka pas që për zotat e tyre i kanë marrë vajzat më të mira që i kanë pas vendit vet, edhe i kanë therr kurban, i kanë prej, ka thonë, po ja bojmë kurban zotave tonë. Kjo ka qenë prezente. Ose deri në Evropën e Mesjetës, deri në gjysmë të shekullit të kaluar. Do në vajza nuk është llogarit fare njeri. Nuk është llogarit fare njeri, e le mo të trashëgoj diçka. Të marrë diçka nga pasunia e burrit nëse është grua, ose nga pasunia e babës nëse është vajzë. S'kan ekzistuar këto nene, këto rregulla. E Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë porosi na drejtohet neve. Wala taqtulu awladakum. Mos i mbytni fëmijët e juve. Të nderuar vëllezër, kjo porosi që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja mund të rikthehet kjo dukuri e shëmtuar në shoqëritë ku jetojnë njerëzit atëherë kur largohen njerëzit nga mësimet e fesë. Kur largohen njerëzit nga porositë e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vetëm se kthehet me disa emra ma modern, me disa emra ma të kapshëm ndoshta për mendjen e njeriut, me një kulturë moderne, ama do të thotë rajti ka sikur ajo vepra që është bo klasike atëherë. A nuk është do të thotë mendje e ignorancës, që në shumë vende të perëndimit, të Evropës, besa edhe rrallë, ndoshta po edhe këtu, shfaqet ndonjëherë, që më mirë një burr ose një grua jeton me qenin e vetë se sa me fëmijën e vetë. A nuk është kjo, do thotë, mbytje e gjeneratave, fëmijëve në anën kuptimore, me arsyetimin se ka përgjegjësi për fëmijën, nuk mujmë ia dale, arsye të ndryshme, më rëndësi ma ka bollë e bën me jetu me një qenë, edhe se sa me jetu e do dhe me fëmijën e vetë, se sa me pas një fëmijën e vlad vetën. Kjo është bashkë ignorancë e asaj kohë, vetëm se tash i thojnë modernizim, e që në fund është shkatrim. Ka thonë Harun ibn Muawije, ka thonë para ignorancës, para se me ardhë Islami në kohën e ignorancës, thotë, kishte prej njerëzve që i rritnin qend e i mbytnin fëmijët e tyre. I edukonin qend e i mbytnin fëmijët e tyre. Edhe kjo është mentalitet i ignorancës. I ignorancës bashkohore. Që për ngjan do thot me çata që Allahu Gjelle Gjelalu ka porosit. Ani pse nuk bëhet në formën klasike që nuk bëhet atëherë. A nuk është mentalitet i ignorancës të nderuar vëllezër? Sot kur dallimi është vetë babë djalë. Do s'ka shumë gjenerata. Prindi ka pas 5-6 fëmijë mesatarisht, ndërsa një prind që u kanë fëmija i tij më herët, do të ka vetëm një apo 2 fëmijë. Edhe kjo është mentaliteti i ignorancës, me arsye të ndryshme, shkollimi i vështirë, mbajtja e vështirë, komodimi i vështirë, edukimi i vështirë. Do një 3-4 që i ka pas baba jëtë fundit, për ty se ekzistojnë fare ata. E që ti do t'ishe hiç këtë dunja, nëse je i 3, a i 4, a i 5 në rendin e fëmijëve të prindve tu. Hiç do t'ishe këtë dunja, po të funksionoj këtë tek prindit mentaliteti jonësa. A da edhe kjo është një ignorancë klasike.
Sepse ka të ndërton një qytet, mush e plot qytetin me ndërtesa. Nëse s'ki, kanë e shtin aty me banu, është e kot. Ose detyrohesh me trud nacionalitetit tjetër, ose të feve tjera, ose do në rujna zët, edhe me i kry punët që duhet me i kry njerëzit, ose me i plëtsu ato zbrastira që ne me qëllumisht i lanë. Edhe kjo është mentaliteti i ignorancës. Mentaliteti i ignorancës është gjithashtu. Edhe koha moderne sot, sidomos në shumë vende të botës, kjo është legalizume, çështja e abortit. Kjo është mbytje, kjo është krim. Sidomos atëherë kur fëmia kalon në 4 muajshin në barkun e nënës. Atëherë kur na ka tregu pejgamberi se vjen Allahu xhelle xhelalu ja sjell shpirtin, edhe ajo bëhet krijesë gjallë, sikur ti në këtë dunjë që jeton edhe ajo është i gjallë, duhet jeton në botë tjetër, jo në këtë dunjë. Edhe në atë moment kur fillon do thot aborti, para mendoje sikur ti të kishte zoa i fëmia edhe ta ndëgjonte nana ose vajza ose ai prind që jep do thot në nënshkrim për mu bë aborti. Ky krim që ka përfshi botën sot. Para mendoje kur ti shkullut koka fëmis tu abortu do tu ndjerë. Sikur ta ndëgjoje atë zot fëmis, ose duke ju kput dora, ose kama, ose copë tjera, pjesë tjera trupit. Para mendoje sikur një fëmijë gjallë këtë dunjë t'ja bëj këto, a ka njeri, a ka logjik, a ka mendje që mund me përballu këto në këtë dunjë. Andaj ti o i non, ti o i vajzë, o i non, ti o prind o familjar, ti o mjek, i cili do dhe në ordinancën tane bëhen këto veprime kriminale, tut një zotët. Sepse jeni pjesëmarrës në mbytjen e qëllim të njerëzve. Ani pse ai nuk ekziston këtë dunjë, ajo është i gjallë. Andaj këtë porositë ndëruar vëllezër, Allahu xhalla xhelalu na ka sjell, "Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq." Mos i mbytni fëmijët e juve për shkak të fukarallëkut, për shkak të varfrisë. Kjo ka qenë atër prezent, mirë po sot ndoshta ndodh mbytja e fëmijëve edhe për arsye edhe për faktorë tjerë, të cilët do thotë mund ndoshta edhe shteti mundohet që të arsyetoj. Elusmi Allahun xhalla xhelalu që na mësoj dhe na bëj prej atyre që porositë e Zotit i çojmë në vend edhe largohemi nga gjithë ato ndalesa që Allahu i ka ndaluar sepse ata janë për të mirën tonë dhe për të arritur natyrshmërinë e njeriu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه